Jemi këtu bashkë me kryetarin e bashkisë Korçës, zotin Filo, për të dhënë një tjetër lajm të mirë, të prekshëm, që jo vetëm që shpëtojmë një vlerë të trashëgimisë kulturore dhe të themi një atraksion i cili natyrisht që ka dhe vlerë turistike, po edhe identitare, që është Kulla e Turanit, që objekti që shikojmë pas nesh, i cili ishte një objekt shumë i rrezikuar, jo vetëm për të bërë në një dëm në kuptimin e vizitorëve, po edhe në kuptimin e një humbje të një vlere jashtëzakonshme, të pakthyeshme. Kështu që jemi në rrugë të mbarë në këtë drejtim. Tani po kërkojmë bashkë me kryetarin e bashkisë dhe me institucionet tona, në këtë rast IKTK-n dhe DRTK-n e Korçës, mundësi të reja bazuar në legjislacionin tonë që ne të kemi mundësi ta rihetëzojmë me një themi kujdes të vazhdueshëm në mënyrë që të ketë edhe vlerë promocionale, edhe vlerë, si e tham, turistike për zonën, po edhe të ketë një shfrytëzueshmëri e cila mund të lidhet ndoshta edhe me muzeim ose edhe me një informacion i cili mund të lidhet me gjetjet e gërmimeve të tapë për shembull në zonë, ose edhe pse jo disa ekspedita me Universitetin e Tiranës apo me studentë të arkeologjisë, të cilët mund të shikojnë për më shumë në bashkëpunim me IKTK-n për të parë themelet, për të parë atë që duket sikur është një pjesë e një bodrumi dhe ndoshta një tuneli që duket sikur shkon diku. Kështu që kryetar, ne kemi nevojë që natyrisht të kemi pranë, edhe pastaj mirë e shpëtojmë, po pastaj duhet edhe ta jetojmë dhe ta mirëmbajmë, edhe kjo nuk do jetë një sfidë e lehtë. Unë dua t'ju falenderoj në radhë të parë për realizimin e kësaj ndërhyrje. Siç e thatë edhe ju, është një ndërhyrje e cila ishte domosdoshme. Ka qenë një kërkesë edhe banorëve të fshatit Turanit që ky objekt të mirëmbajë edhe të restaurojë, pasi përveç se po humbiste vlerat edhe rrezikonte të shkatërrohet rësisht, po kthehej edhe në një rrezik për banorët, sidomos për fëmijët e këtij fshati. Pas kësaj ndërhyrje, ky objekt do të kalojë fazën e parë, pra do të shpëtohet, do të konsolidohet, pastaj besoj përsëri duhet të ndiqet nga një investim tjetër, i cili të rikthej edhe hapësirat e brendshme, dhe faza e tretë është patjetër edhe momenti i rivitalizimit. Pra, objekti duhet të shërbejë një qëllimi të caktuar, mund të bëhet fare mirë pjesë e tureve turistike të bashkisë të Korçës, dhe besoj do të jemi në kontakte së bashku me Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare Korçë që të zhvillojnë disa ide, disa koncepte se si ky objekt të vitalizohet edhe të marrë jetë nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që mund të kryhen në të ose rreth tij.